duke qenë kryetar i Lidhjes Demokratike, aktualisht në ndërheqje dhe duke qenë kryesia në detyrë ta quaj. Ajo e ka edhe mundësi për ta menaxhu kuvendin edhe për t'i dhënë drejtim thuja se andej ka dëshira. Mirë, po unë besoj se mundet që hipotetikisht Abdi Gjiku nëse nuk e merr suportin ta merr shembull Abdullah Hoti ose del një figurë tjetër ndërmjet si puna shembull e Kujtim Shale ose i cili nuk po flet kohëve të fundit. Është pak i heshtur dhe ka shumë pikë pyetje se çfarë dhe si mund funksionojë ai. Nëse referohemi statutit të LDK-s, njoftohet kuvendi edhe mbyllet procedura e dorëheqjes. Pas ataj do duhet fillonte një proces i ri, procesi i zgjedhjes së kryetarit të ri. A do jetë 1, 2, 3 apo disa kandidat, deri tani kemi vetëm zotin Abdullah Hoti që ka kandiduar, ka shprehur publikisht interesimin për kandiduar, por në kuvend mund të ketë edhe kandidatura tjera. Për shembull, nuk mund ta mohojmë asnjë delegati të kandidoj. Arsyeja pse ju thoni se po herë zoti Kujtim Shala edhe për mua është befasuese, nuk di ku është këto ditë kujtimi. Por një gjë di se në 15 vitet të fundit asnjë vendim në LDK nuk është marrë pa kujtimin. Kështu që se ka do shkoj kuvendi i jashtëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës. A varet edhe nga kujtimi? Unë mendoj që varet mjaft shumë edhe nga kujtimi, nga zoti Haziri, edhe nga disa të tjerë. Haziri nuk ka qenë i heshtur, ka folur. Jo, ka folur, po them për rolin dhe fuqinë politike që kanë aty, që do japin drejtim kuvendit. Qartë, nëse nuk gaboj, Haziri ka qenë i vetmi që ka folur, ka qenë vokal kështu. Prandaj edhe unë po i referohem deklaratës së zotit Haziri, i cili thot ose në mënyrë metaforike ka thënë, ose je shtatzën ose nuk je, ose ke dhënë dorëheqje ose s'ke dhënë. Prandaj nëse i referohemi kësaj, ka deklaruar ose je shtatzën ose po, Luta ka deklaruar publikisht. Pak shtatzon. Kështu që po presim që kjo shtatzëni të konfirmohet kuvendi dhe të vazhdohet tutje. Para se ta hap debatin e tjerë, se ti je më afër din çka ndodh në LDK, se ti je për brenda asaj. Rajins, kush fiton? Ky zotëria këtu apo ky këtu? Çfarë ta mendja? Unë jam për brenda, po mund të flas vetëm si një antar i thjeshtë i LDK-s, i cili ka aksionet e tij aty dhe nuk ja falas, nuk ja shet askuj. Po kush do të fitoj në LDK varet nga ajo se si do sillen një numër i caktuar i aktorëve brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ata që i përmendën. Mufti Aziri, Kujtim Shala, edhe 2-3 të tjerë. Ata 2-3 tjera janë përcaktuar, Gaz Muhaxheri, Dega PS për Abdi Gjikun. Nuk mendoj se ka folur kam përshtypjen. Nuk mendoj, po shiqja nuk është vetëm garë individësh, unë shoh edhe garë konceptesh, garë idesh. Ka po do me shku Lidhja Demokratike e Kosovës, prandaj mendoj se vetëm një garë e hapur në kuvend, e cila ju jep mundësi gjithë atyre që dëshirojnë për me kandidu, është zgjidhja që ruan edhe unitetin, edhe stabilitetin e LDK-s për të ardhmen. Prandaj